Mungesa prej më shumë se një javë e presidentit rus nga daljet publike ka rikthyer vëmendjen mbi gjendjen dhe aktivitetin e tij politik. Në këtë sfond, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri një koment të drejtpërdrejtë gjatë një paneli në Munich, duke sugjeruar se koha politike e kundërshtarit të tij mund të jetë kufizuar. Deklarata fillimisht u prit me të qeshura nga audienca, por Zelensky këmbguli se komenti i tij kishte peshë politike. Në prononcimin për Politico, ai theksoi se është më i ri në moshë se Putini dhe shtoi se kjo çështje duhet parë me seriozitet, duke lënë të kuptojë se zhvillimet në Kremlin mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në dinamikën e luftës dhe stabilitetin rajonal. Raportimet mediatike kanë theksuar se lideri rus është parë për herë të fundit në fillim të muajit gjatë një fjalimi zyrtar, sipas Daily Mail. Prej asaj dite ai nuk ka pasur paraqitje të reja publike, çka ka ushqyer zëra dhe teori të ndryshme mbi arsyet e mungesës. Megjithatë, situata të ngjashme ka ndodhur edhe më parë. Zhdukjet e përkohshme të presidentit rus nga skena publike kanë nxitur her pas here spekulime për çështjen shëndetësore apo lëvizje strategjike, por Kremlini zakonisht i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pabazuara. Në një moment kur lufta në Ukrainë vazhdon dhe tensionet mes dy vendeve mbeten të larta, çdo zhvillim rreth udhëheqjes së ruse shihet me vëmendje të shtuar si nga politika ashtu dhe nga opinioni ndërkombëtar.